A keni menduar ndonjëherë se cilat vende mund të jenë më të sigurta në rast të një lufte të tretë botërore? Ndërsa bombat bërthamore bien dhe mbulojnë botën me zjarre shtatërim, disa shtete shfaqen si strehimore të mundshme. Duke filluar me vendin e katërt, kemi Zelandën e Re. E pozicionuar rreth 2000 km larg Australisë dhe mbi 10.000 km nga masa më e afërt toksore kontinentale, izolimi i saj gjeografik krijon një mbrojtje natyrore ndaj kërcënimeve të menjëhershme ushtarake. Ky vend ishullor ka një sektor bujqësor shumë të zhvilluar, që prodhon më tepër ushqim se sa kërkon popullsia e tij. Burimet e shumta të energjisë rinovueshme, si energjia hidrike, gjeotermale dhe erës, e bëjnë vendin kryesisht të vetmjaftueshëm, duke ulur nevojën për furnizime energjetike nga jashtë. Me një popullsi prej rreth 5 milion banorësh të shpërndarë në një territor të ngjashëm me atë të Mbretërisë Bashkuar, dendësia e ulët e popullsisë lehtëson shpërndarjen e burimeve dhe zvoglon mundësinë e tensioneve sociale. Për më tepër, si një zonë pa armë bërthamore dhe pa objekte strategjike ushtarake, Zelanda e Re ka më pak gjasa të jetë në shënjestër gjatë konflikteve globale. Dëshironi të dini për vende të tjera potencialisht të sigurta? Pëlqeni videon dhe ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë.